hajbe se folim. Si çdo javë, edhe këtë javë kena me fol për aktualitetet e javës, mirë po kjo javë ka shumë e ngarkuar për shqiptarët. Nuk po din kam jamojt, nuk po dina me fol për grykën e Hormuzit, a me fol për sulmet e Amerikës ndaj Iranit, a me fol kontra për sulmet e Iranit ndaj Izraelit e Amerikës, a me fol për çmimin e naftës, a me fol për çështjen e presidentit. Pasha zotin lakmimi o morra. Koncentronë di ka Allah qëka, nuk shkon kështë. Ja fol për Hormuzin, ja fol për naftën, ja fol për presidentin, ja elen kejt këtë punë s'fol për kur gjë. Shumë ma mire shikon që kjo e fundit. Sidomos ju banalistat që delni për natë na për emisione televizive. Po mas shumë të këtë javë u kon kryesorja misioni Artemis 2 i NASA-s, rreth Hanës. Janë publiku vazhdimisht pamje prej misionit Artemis 2, të cilat janë komentu në mënyrë të jashtëzakonshme në krejt botën. Pa tjetër që nuk mungojnë edhe shqiptarët këtë farë puna, po kuptan. E kena pas një koment të një djallit në faqe zyrtare të NASA-s, i cili ka marrë qindra lajka, një foto e NASA-s publikohet, edhe nuk duken yjet në hapësirë. Zotëria në fjalë, që për hir të korrekcisë nuk kemi nevojë me përmend emrin, ka bo një aludim se fotoja është e krijuar me inteligencë artificiale, sepse nuk duken yjet për rreth. Faqja zyrtare e NASA-s ka marrë mundin m'ia kthy komendin zotënies në fjalë, edhe ato jo koment të shkurt, po goxha gjatë edhe mirë të elaboruar, se qysh nuk është e mundshme, do me thonë me dok edhe yjet në foton e njëjtë. Do me thonë, kena mri deri në qatë pikë që na qohëm me lukt makiatos në gojë, pa e kryu asnjë punë gjatë ditës, pa na thonë puna marë kërkush gjatë 24 orëve, edhe prej kafës mahallës, dorën për maskrejes, scrollitëm me telefon poshtë për pjetë, hopa shohëm shkenca kam rri diçka, nuk bën kërqysh pa e kontestu filan fisteki prej filan mahallës, me lukt makiatos në gojë, më një bre, lene bre këtë punë. Po, NASA nuk din, jon pak budall, më thojsa, se unë ati zotënisë në fjallë, ja kësha këthy veç një koment. Ti po fola, bile isha munu me gjithë në i formë ja këthy shqip. Me thonë ti po fola, që mërë shko zgedhe presidentën e mos na ljadhë pash zotin këto Artemis, jo po dokën, jo s'po dokën yjet. Leni palavrat, inshallah po zbrit çmimi naftës ma shpejt se dojnë me na marrë në qafë, inshallah po qelet gryka Hormuzit, e jo shkencëtarët e gjithdijshëm të secilës sferë dhe të secilës temë botërore, ju lutna ma pak, ma halal. Shihemi. Përshëndetje, shikues të dashur të Hisari Online, jemi me emisionin e radhës të Hajt se folim. Me një vakt shkojshëm na për emisione bashkë si dy tifoz të ekipeve tona të dashura. Mandej një kohë kur ka qenë kampionati evropian, më thërë kena për emisione gjyshtojë mzike ngusht shpesh. Po sonte e kom dorë mja këthy komplet dzezat që i kom përjetu prej tina gjatë viteve që jom konë une në cilësinë e mësafirit. Sonte si mësafir në Hajt se folim e kemi Kushtrim Reshitajnë. Kushtrim mirë se i herdhe. Mirë se ju gjeta, knatësi. Atëherë për fillim po të kallëzoj që edhe pse jena dosta, ani pse i pa punë mos prit që ta bujnë në farë oferte me orë këtu me moderu emisionin, a me dhomë farlojmi a diqka, kështu që veç ta dim ku jem për fillim, apo kupton? Knatësi shumë e madhe sot me ardhës me pa.
unë e di që ky emision menitar me jo shumë të larg ka me qenë shumë emision i ndjekur dhe shumë emision i shikuar, sepse njerëzit që punojnë tek Hisari online s'jam të tolerit më bë ofertën e punës. Po sinqerisht njerëzit që punojnë te Hisari online janë me full energji edhe unë besoj që në një të ardhmen ndoshta dikur më vonë edhe ko me pas shef më boni ftesë pse jo. Nuk i dihet. Nuk i di. Kur si dihet. Kështu, a ke zër mu do mas 17 viteve përvoj me një vend punës që ke pas ti në Klan Kosova. Nëse tash gjinja dohen edhe pi grave, apo kupton? Nuk është një farë mesele e madhe, po për ty që ka qenë mu do mas 17 vite me një vend punës si Klani? 17 vjet kur i kthyer janë shumë, s'do diskutim kjo, po natyrisht njeri ka nevojë për me eksploru veten edhe në gjana të tjera, domethënë mos me najt me një vend. Unë nuk e kam me këto eksperiencën e parë që mas shumë viteve jam nda, po jo pi grus. Kom punu me një kompani tjetër të telekomunikimit edhe mas 14 vjet punë edhe aty. Kom dhënë dorëheqje, njëjtë sikur edhe tash mas 17 vjetë në Klan Kosova. Eksperiencë shumë e mirë, plot, unë kom shku si një djalë shumë i ri në Klan, jo më rrit bashkë me televizionin, edhe erdhi një moment ku njeri ka nevojë për diçka tjetër, kështu që s'është fundi botës, apo kupton. Klani vazhdon pa mua, vazhdoj natyrisht pa Klanin. Po, normal që edhe te vazhdon pa Klanin, se kiameti nuk bëhet. Tash bile ki hapësirë kohore kështu me njek edhe lojtë e mesjavës. nuk ka që kira e farë angazhime. E vërtet edhe kom kesh shumë kur ma kishu një mesazh që ja, që do me thonë me ka njeri i pa punë edhe në mes javë shkoni për cilë këtë ndeshjit. Edhe e vërtet. Tash i relafër edhe Ballkanit, edhe yllit, si të mërkurën, si të dilën, si të shtunën, nuk e ki gajlja qysh është orarit e kështë, kështu që edhe i ka përparësit e veta, më konë edhe i pa punë. Edhe kur jam kanë shumë i angazhum, unë kom bo përpjekje maksimale që ndeshjet e Ballkanit edhe të yllit mi për cilë edhe në mesjavë ndonjëherë, po jo me këtë komoditet që e kam tash. Po. Na kreditina që shumicën e jetës tonde ja ke kushtu 2 klubeve të qytetit. Je konë shumë i dhonën mas tyne, po jetën dhe veprën e ke zhvillu në Prishtinë. Qysh është për shembull me jetu në Prishtinë edhe me konë që ka që ja pasionum mas Ballkanit edhe mas yllit në basketball. Një 3 vjet nuk harroj kur, do më thonë zullumin që ma ke pas shtruti me Ballkanin, unë si tifoz i Dritës nuk puj mi harrua të ko, mirë po ja që gjërat kanë ndryshuar, si stot Elvana Gjata. Kështu që tash vazhdoj me zullum nga ona tjetër dhe po më pëlqen shumë edhe për zgjedhja e ngjyrave të këmishës. Më tregu drejt, kur shkon në moshën që kom shkuar në Prishtinë, nuk mundet me ndiku kur gjë për më të ndru prej gjanave që i dënë, që unë kom shku pas shkollës mesme. Edhe kur jetë korrekt në mbështetjen e skuadrave që ti i dënë, nuk e lën më t'i thy parimet kërkush, po nikosisht nuk është që ja cenon dikujt ato që aje dënë edhe mendon. Unë kom pas fatin që në Prishtinë kom njoftu njerëz të cilët janë tifozat të Prishtinës të rast kështu dhe që e dojnë klubin, po të cilët ma kanë respektu fuqishëm ato që unë e kam për veti edhe natyrisht. Ka pas edhe momente kur njerëzit nëse më kanë pa me një shall Ballkanit ose me një bluzë Ballkanit në qytet, s'është që i ka ardhur mirë, po nuk ka shqetësu kjo punë. Bile maj me një ndeshje Prishtina Ballkani 2022 ose 2023, nëse s'ga bëj, jam kthy pi Sarandës, enkas për atë ndeshje, edhe e kemi pas bashkë me një djalë të agjistimin vendin pikërisht në mesin e krejt tifozave të Prishtinës, edhe ajo ndeshje ke tensionu me goxha shumë, edhe unë isha me fanel të Gjebrailave, po ashtu isha edhe me të yllit, e kisha edhe duksin e yllit që e mora se mos po bëhet ftoft. Edhe se thash bës ka pas loj ylli. Jo. E kisha bluzin e Gjebrailave me mangë të shkurtë, apo pastaj edhe duksin e yllit e maja në krah, që mos po bëhet ftoft.
Edhe ndodhen disa skena aty jo të hishme, organizimi i ndeshjes ishte i dopt, edhe unë reagoja gjithkohën, pastaj bëja edhe video selfie për t'i plasu në rrjetet sociale që ky organizim nuk është korrekt në ndeshje derbi për me pas mundësi eskalimit të situatave dhe ai çuni xhaxhai tim mpickoi këtë kohën, atë që ai tu e pa ku jena, domethënë në mesin e krejt tifozave të Prishtinës, po jo, s'ka lidhje, domethënë njëri kudo që shkon, ato që e ka mbrana e marr. Çuni xhaxhait pas kanë dje i qik frik, si që duket. Jo, se ka pas për frik, po kish ke qef me dal mirë për stadiumit. Ani, besoj që ka dal mirë. Po, e rëndësishme është që ndeshja ka përfundu me rezultat 1-0 për Ballkanin, Fadil Vokri. Edhe ajo që ka ndodhë pastaj. Kjo është qërshia mbitort, mandaj, tala qysh ka dalë për stadiumi djali, hoqës nuk ka shumë rëndësi. Ja, kemi dalë mirë kemi dalë. Me një vakt, si në futbol, si në basketbol, ke pas atë primatin që të kanë plotsu edhe të kanë knaq të dyjat, po si vjetë cëlla është ka të bënë nervoz ma shumë. Po të bënë nervoz ma shumë ylli, apo të bënë nervoz ma shumë Ballkani? Ja, du me tregu drejt, do me thonë, unë sport rrallë bëm nervoz në atë pikën kulminante që me pas pasoja, pra ndeshja ylli me Borën në palestrën 13 qershori, ka qenë ndeshja e cila ma ka dhënë dhimbje të kokës, çast jashtëzakonshme, domethënë pa durueshme, saqë kur ka përfundu pjesa e parë, ka qenë hera e parë që unë kam dalë mbi palestrë dhe kam shku në banatore, kam marrë për me nal dhimbjen e krys, sepse për një meshke, domethënë. Po jo, sporti ka këto, ti nervozohesh me një periudhë caktuar me disa minuta, hajde pak orë, po kalon ajo dhe tani domethënë ti me njerë nisesh me plot vullnet për ndeshjet e ardhshme. Për kësi rastit, ti e din që përveç dosni llakit, ti e din që dostin e ki që mirët me farmaci, unë muj me dhonë dhe rekomandime tjera përveç okit ose sunitamorit. Ja, për momentin jena në atë stazën ku po mjafton oki. Apo, okej, se gjëra e katërt e futbollit mundet mos me mjaftu oki, mundemi me pas nevojë edhe për ndonjë qetësues. Që ti djalosh, jeni në vendin e parë dhe është shumë e vërtet sepse drita e ka një ekip shumë të fortë, po unë ti të hanzo kryt veç me ndeshjet kokë për kokë, direkte. Po, 3 herë jemi taku, 3 herë me kokë ullur. Që shka thonë edhe ish presidenti që thëjke, kur do ishe më ardhë në zyret kryeministrit, që aty, s'kam shka të bëj, asone nuk kam shka të bëj, 3 herë na keni mujt, me bo mi këshyre dhe gol diferencën është për më zoma keq, mos ta përmenim se ta na thojnë jo 8-2, jo kështu, jo ashtu. Kështu që nëse dalim na kemi fat me dal kampion, ajo është gëzim i shumë fisht, po në momentin nëse ndodhë dhe del drita kampione me rezultatet ndeshjeve direkte të njeki. Sidomos kjo e fundit 3-0. Uroj që të më ndjekësh me rezultatet e ndeshjeve direkte, kurse unë ndjeki me një 5-she. Shohim dhe në fund. Pak, për me ndru temën, pak dalim prej sportit, pa hiri kështu me të pytë. Mos të ka shku menja në herë mu martu. Anden, thot për njëri atë, se tash nuk është, i ke bodo vjetë. Hajde të shohim, a thonë ashtë ta mirë mu martu. Ja se di, kjo pjesë njëri qysh nihet vetë, qysh i rjedhen. Ani kush folj ka. Ta mërmenja unë tash imagjinoj edhe, po me qenë se unë i kam disa vjet më shumë se ti, ki drejt më bëu këtë pyetje. Kështu që se po fol njëri që u do 2 herë, apo kupton nejse. Unë kam drejt me ta bëu këtë pyetje se je goxha para meje. Kjo puna di çush është. Nëse ndodh, se s'ndodh, po kemi ku mu ngushëllu nga shiko sport, muzikë, gjithka shetit. Edhe pjesa besoj që vjen me kohën, vjen edhe ajo. Kur thirrin telefonat thonë ja di çka ka 3. Kom vendos më martu. Po më duket kena me bo një edhe ti e kështu datën me një herë, mëson një prill. Me që një prillu iku shumë frikë ka një prilli, po pres dhe me një prillin tjetër, ta shkruajnë në test që do, që mos bi prej e kësaj rane, se është goxha problem.
me ndodh kjo punë. Të shohim, unë besoj të ajo që është e destinume për njerin, dhe më thonë, kur diçka është e shkrume, s'ki ka i ik, dhe më thonë jetoj dhe më në fundu martua. Pe marrë edhe njerë rolin e të martumit, a bëdim po na fokën dojsh me njek, po kupton. Të shohim. Nejse, mos të foli unë e fort, mos ta Populli qas thot kismetit si ti. mos ta qas guhën fort edhe ty se me bo me mashtru zollumin, mas anena thonë jo, anena jo knena janë nisë me ma përmen na i far storje nga viti pandemik 2020-2021, mas anena nuk kam ku e bëj venin. Ato fshihen krejt, se pandemia ka pas drejtën, ato eliminohen krejt, nuk kanë pasojë. S'kam pasojë juridike, Ja. si ato dënimet e kjerë që mas 2 jetë e fshihen. Bash, tash edhe këto në pandemi. Okay. Pas na pështu dhe më thonë, të dashëm Me qenë se veç e përmene, ja për shikus të një ndodhi shumë e lezetshme, me Arbrin, banes në Prishtinë, tu pi, tu bo muhabet, edhe me një moment, unë nuk e kisha kalu ndo një natë me zbarë mëngjesim bashk tu bo muhabet, tu pi me këta, dhe nuk e disha që atë gjumin e ka si me pull. Edhe me një moment pe pys për dikën, a e nje këtë vajzë, filanën, edhe kësë po përgjigjet. Jo, ky po më thot mua, a e nje. Edhe unë e pithëm, dëgjëm, kush ke ajo, edhe kësë po flet, mos po përgjigjet. Arbër, hiq. Arbër, hiq. Edhe u ofrova, thash, qa po ndodh, pe preki, veç kërja kom një kërham, dë vogël, u shqetësova fort, ashtë Leze gjallë koka. Qështje sekundit, dhe me thënë, tu ma bo pytjen mu, në gjumë, në sekund. E tani ta kena shfrydzu pak edhe me shoqni, shpesh, kur t'ka kap gjumi, kena torturu në format ndryshme. Nuk ka qenë hera parë, dën tash të dëbohem me sinqert, unë gjumin e du fort. Ta kisha dash bie në filanës si gjumin ashtë asët disha i martum, edhe sështë që kisha qatë rasa këtu me vetë, na i kone ashtë i martum asështë. Po ja që kom qëllu ma shumë dashamiri gjumit, se sa i bijes filanës, po e kena dhe një rast tjetër, që mi patë montu një 2-3 mikrofona, telefona. Jo, 2-3, po një 5-6 të konë. Njëherë të kena një shizu të kërhat, tani krejt ato gjirimet audio të kërhamës, të kemi qitë për para, ta kena sinkronizu me kërhamën live, edhe ti s'ke lëviz, dhe më thonë, në gjumë. Kur gjës kom një dhe me dhona? Edhe të kanë valzu, rreth, si kur shkon në teqe, që silësh rreth, që shtu të kanë silë ty, ti s'ke lëviz. Ja, ti e ke gjumin i gjysëm vdekje, që thot. Po, ma mirë është ashtu, më smeni ka lere. Ma mirë është. Kalojmë pak me një pyetje pak ma serioze. Hajde. Ma se veç na kallzove që e ke shpall divorcin në 17 vjeçar me Klan Kosovën, a ke mendu ku ki me vazhdu karrierën, dhe a ke me vazhdu në Kosovë, a ke me vazhdu jashtë dikun, a ke me vazhdu prap në gazetaria, a ke me ndru profesiona, çka ke me bo zotri? Se i na mësu me të po kështu në orare të rregullta. Unë jam të pushu, që më të regu drejt, jam të shfrytzu një periudhë relaksi psikologjik. Jam të pushu sepse kur punon në media, rrallë ke mundësi me pushu gjatë. Kësaj radhe unë prej fillimit marsit, ose ndoshta për javës 2 të shkurtit, jam të pushu, vendosa edhe marsit me pushu, edhe prilin kësaj radhe vendosa me pushu. Varet që shkon edhe gjeroja 4 të Superligës kombët si pushon edhe në maj. Jam në negociata me 3-4 televizione, jo vetëm këtu, por edhe në Shqipëri. Është fat i madh që edhe atje vlerësohemi shumë ne si profesionistat Kosovës, po ashtu edhe në dimensione tjera, jo veç në gazetari, natyrisht unë jam i lidhur shumë edhe me sportin, jam i lidhur shumë edhe me muzikën. Ka mundësi që kësaj radhë do të vendosim me qenë pak më shumë dimensional, jo veç mu fokusu tek një pjesë. Inshallah është ajo që po mendoj ne. Kështu që ta shohim, domethënë, unë mendoj që prej majit do të vendosi ku do të vazhdoj karrierën si në aspektin e gazetarisë, po natyrisht edhe në disa dimensione tjera që pilo pak më smish prej. Në rregull. Edhe më kujtu edhe një prej gjanave që i kena pas prej ndodhive shumë fani. Nëse të kujtohet një herë që patëm bo një organizim për Shqipni,
Edhe ti ke pas me ardhë ma vonë, mirë po unë e kom thonë që Po jam ti të shku me... je arsyetu të dikush që po shkoj me kushtrimin, edhe e ke gjetë njerin që ka pas me dalë në ekran. Edhe i ka thonë, unë po shkoj me kushtrim e shritaj në Tiranë, edhe është nisë kjo ka 6 ora, ku e di unë, në orën 8 unë kom dalë në edicion. Në ora 8 kushtrim e shritaj live, tu i dhonë lajmën. Edhe pastaj se qysh i arsyetu nuk e di. I ka inqizu lajmë. Arsyetimi u konë shumë i thjeshtë. Lajmët jo inqizu para dite. Para dite se ky e ka ditë që në ora 6 ka me ndodhë një aksident në qytet. Prandaj e ka thonë. Se që për një merë rana i ka kom të shkur, pa ta sharruga që aty, po kur qës është. Këtu ne ju thujnë ranat bardha, ashtu ti pa te ardhë, mandej, veç që nisja nuk pa qenë së bashku. Me që veç jena këto ditë ka qenë shumë aktualitet i madhë tema e Kosovës, përfaqësuesës Kosovës ose kombëtarës Kosovës, se çush ju thash edhe në emisionin e kalum çush dëni referojnë se masënej po kapni jo pithu kështu, jo pithu ashtu. Për ty kushtërem, çush e parafrazon këtë farë pune? A je për përfaqësuesën e Kosovës apo je për kombëtarën e Kosovës? Jo, unë veç 2 sene këtu nuk i kam qef që po bëhen tema dhe debate, që cilin skuadër me simpatizu dhe me përkra. Pra, është e pa logjikshme nëse ti tenton me detyru dikën mu përcaktu oja me Kosovën, oja me Shqipërinë. Pra, ne jemi rrit edhe komplet jeta e jonë, dhe më thonë, ka qenë lidhun me kombëtarën e Shqipërisë, sepse s'ke pasti shtet atëherë, edhe natyrisht që edhe futbollistat e Kosovës e kanë pasuru kombëtarën e Shqipërisë dhe e kanë bërë shumë të fortë. Kur ka ardhur ky realitet i ri politik, që ne jemi detyru që mi nda disa gjana me kriju edhe ekipin e futbollit të reprezentues të shtetit, atëherë natyrisht që unë nuk jam prej atyre tifozave që e bojkotojnë, që shka plot në Kosovë, sidomos tifogrupe zyrtare që nuk e përkrajnë Kosovën, por shkojnë i përcjellin ndeshjet e Shqipërisë. As ajo s'është korrekt, pra unë e përcjelli shumë Kosovën, e du shumë ekipin përfaqësues Kosovës, më emocionon shumë loja që e luan në Kosovë, por nikosisht edhe e Shqipërisë. Po komb, kjo është temë tjetër, pastaj ik pak pikë sportit. Po. Komb në Kosovë kombi kosovar, dhe më thënë, ti je një shtet i cili e ka mbi 90% popullsinë shqiptare, pra me kombësi shqiptare, pastaj i ka edhe të tjerët, minoritetet, pra ta ne kena edhe 5 ylla të tjerë në flamur. S'ka lidhje me puna e flamurit, komb kosovar. Çdo problemi se s'mundesh më referu kombëtare një reprezentacioni që e përfaqëson një shtet i cili kombësinë e ka shqiptare, pra ne jemi përfaqësuesi e Kosovës, ose reprezentacioni e Kosovës, ekipi përfaqësues, si të duash referoj, po s'mundemi me qenë kombëtare. Kurse në Shqipëria e ka kombëtare, sepse aty luan edhe nga Peja, nga Istogo, nga Presheva, nga Tetova, këto janë ata shqiptarë, apo kombësi shqiptare. Prandaj, jo mos me përkrah i fuqishëm, derisa të ekziston ky realitet politik, domethënë komi përkrah dyat fuqishëm, me emocion të dyat i përcjelli, po kombëtare si them dot, sepse vazhdoj mundi vetëm me kombësi shqiptare. A di që bjen njëjtë kjo, si me thonë, kushtrim Reshitaj nga Suhareka. Pra, unë qytetin tim e du fort, dhe më thonë, po nëse nesër dikush, hipotetikisht po them, me kombësi Suharekase, nuk është që e kisha pranu, se s'ka sens kjo. Prandaj Kosovar, po, jam Kosovar, jam Suharekas, jam Kosovar, po kombësin shqiptar, kjo s'do diskutim. Edhe besoj që është një temë që e kena shpik vetë na në brenda teritorit Kosovës, cila është totalisht e panevojshme, për cilën një suedez dvynë ashta një 2 ose 3 orë mi kallëzu se pse na i referohemi përfaqësuese Kosovës, kurse kombëtare Shqipërisë, për cilën ai nuk jep pespare për atë farë puna, apo kupton? Njëjtë është, po ai suedezi nuk ka kaluar në për rrugën në cilat kena kaluar. Sepse unë më ta marr një shembull. Unë në periudhën e para luftës kam qenë në shkollë fillore, edhe kam qenë zansi mirë, edhe tash kur kam marrë nota të mira në shkollë, pra e kam marrë një mbështetje dhe një lloj entuziazmi prej prindërve, po
unë dhuratën më të madhe që e kom marrë ndonjëherë, e kom marrë kur e kom shkruar një poezi për Shqipërinë. Pra na jena rrit në ato, unë bicikletën e parë e kom fitu kur e kom shkruar një poezi për Shqipërinë dhe babi jam kur e ka pa, u emocionu çfarë domethënë, edhe du me thonë që varet se në çfarë rrugë ke kalu, çush je rrit, na e kena majt fsheft flamurin gjatë kohës para luftës. Ti në shkollë kur ke shku, domethënë je kon 100 herë i rrezikum për 100 herë, neve shkollës na kanë ndru emrin prej Shkëndija, e kanë qitë Vuk Drashković, na jemi qu fëmijë, ka 12 vjet, 11 vjet, jemi qu si ka ik konvoji i policisë, jemi qu edhe njëra kemi gjujt me gure, kemi dopsu, tani e kemi hek prapa, po kupton, na jemi rrit në që të frym dhe smunet me ardhi kush më të thonë, ti tash e tutje, po vjen keq, po kemi vendos na këtë flamur, këto simbole, këtë komsi dhe ti duhesh me përçaf. Këto duhet me eliminu dhe duhet me pru diçka tjetër. Dhe i dojmë se s'kemi ka t'ja mbojmë, se kjo veni jonë, po s'mun është i mundi një komsi tjetër kur ti e lindë rrit në komsin shqiptar. Këto fjalë shpresoj që kanë me shku në veshjen edhe në trurin, se para se me shku të veshje duhet me shku në tru të shumë shqiptarëve dhe shqipfolzve që tentojnë me bo ndasi të mëdhaja dhe të tilla mes shqiptarëve Këndej dhe Matan Morinës. Ne jemi një këmbë dhe përderisa të ekzistoj ky realitet politik, duhet me u përshtat realitetit politik që ka ndodhur. Po, çfarë ti themi shqiptarë në Maqedoni? Macedonas, komsi Macedonase ose aty në Preshevë? Po, pikërisht. Kiti domethënë. Nuk mundesh me ju referu një Preshevarit për shembull si serb, ose një Tetovarit me ju referu si Macedona, sepse ai ndihet shqiptar, ai komsinë ka. Enis Bardhi e ka përfaqësuar denjësisht ekipin e futbollit të shtetit Maqedonisë, po në çdo prononcim të tij ai ka treguar që unë jam shqiptar i Maqedonisë, e kupton? Prandaj edhe ne jemi shqiptar të Kosovës. Neve mundëm të nesër me qenë një futbollist shumë i mirë që lind në Leposavić dhe ka etninë serbe, e ka komsinë serbe. Pra ndoshta ti ke me pas nevojë për kualitetin e tij, po ti s'mundesh me kosovarizu ato më apo ky është i komsisë kosovar, apo mëse asaj s'pranon. Apo kupton me shumë të drejtë nuk pranon. Pra natyrisht që na nuk kemi nevojë me kthy shpinën, mos me përkra skuadrën, sepse na jena të këtij veni dhe ai ekip është i këtij veni. Njerëzit kanë sakrifikuar jetë, kanë dhënë gjak për këtë vend, për futbollin e këtij vendi, janë burgos futbollista, trajnera gjatë kohës para luftës, gjatë luftës. E kena edhe rastin edhe të Yasser Hasanit. Po ashtu. Fundja ti s'mundesh me shti njerëzit mundi ndryshe. Çfarë është kjo farë pune, domethënë, paktën si mas kanë vështrimin tim se dikush tjetër mund më thonë, m'fal, unë nuk mendoj kështu. E kam pasur tash një debat me një televizion me një prej analistave që është i thirrur dhe i prirur për këto lloj ndasi dhe nxitje urrejtje, po ati njëjti kam thonë, domethënë ti ndiu çish dush më, unë nuk më të thon ti gjë, po ti. Na s'muna me ta imponu. S'muna për caktu mua çish ndihem unë. Po nisë çish unë s'mund me ta imponu ty, as ti nuk mundesh me ma imponu mendimin tënd. Njëjtë kjo. Nesër mas nesër me arë situata se çish janë të rrit ekipet e futbollit, mundet me arë situata me një kampionat evropian me marr pjesë të dyat. Po. Do merr pjesë Kosova me ka ma lezet, ma krenari. Krejt shkojnë e i prenotojnë biletat për 3 ndeshje, ne i prenotojnë për 6. Me kështu 3 grupit anena, 3 grupit knena. Përveç kësaj na mujna me posë edhe fatin me u ballafaqu. Po dhe mu qoftë edhe në eliminatore. Tani aty se ka ngre zemra, unë sigurisht vazhdoj me mendu që do duhej me na ngre zemra për ekipin ton, po kjo s'do me thonë që ti me për ekipin ton, kur po thot, është për të dyat. Po thonë për ekipin ton që e kemi më afër dhe kemi venin ku jemi lindë rrit. Po s'mun është ti me thonë fitum na ndaj shqiptarëve, e kush jemi na? Shqiptarë. Prandaj. Kushtro, faleminderit shumë për kohën, edhe për krejt këtë që ndajte me neve sot, dhe për pjesën e hajgares edhe ato që i kemi kalu së bashku gjatë këtyne viteve, po besoj që herën tjetër kur të shihemi, ose kemu konë i pënsum, ose i martum. Unë po besoj që në emisionin tjetër mi pas të dyjat. Halova mirë, ajo do me dhoni bjen milqu shtaqet.